Këngëtarja e njohur nga Maqedonia e Veriut, Tuna, ka ndarë me publikun një rrëfim të ndjerë dhe emocional teksa ka kujtuar mikun dhe bashkëpunëtorin e saj të hershëm, këngëtarin Shpat Kasapi, i cili u nda nga jeta javën e kaluar pas një sulmi në zemër në Itali. Në fjalën e saj, ajo u kthye pas në kohë në vitet kur të dy ishin adoleshent dhe sapo kishin nisur hapat e tyre të parë në botën e muzikës, duke e përshkruar Shpatin si një djalë të buzëqeshur, të talentuar dhe të jashtëzakonshëm në shpirt. Tuna tregoi se me Shpatin i lidhte një miqësi e pastër e krijuar që në bankat e shkollës. Ajo kujtoi se ata ishin shok klase dhe së bashku kishin kaluar një periudhë të bukur, por edhe sfiduese, kur fama i preku shumë më herët nga sa mund të kuptonin dhe përballonin plotësisht. Në fjalët e saj prekse, Tuna përmendi edhe djalin e Shpatit, Roelin. Ajo u zotua se nëse një ditë do të zgjidhte të ndjek rrugën e muzikës dhe të ngjitet në skenë, ajo do të jetë aty për ta mbështetur, njësoj siç dikur ata dy mbështesnin njëri tjetrin në hapat e tyre të parë. Ajo e mbylli fjalimin me një falënderim simbolik drejtuar Shpatit, duke i thënë se i kishte mësuar të gjithëve vlerën e buzëqeshjes, optimizmit dhe mirësisë.